Përshëndetje, ne jemi nga Albana Osmani Production. Jam Soni. Jam Rosi. Dhe unë jam Elisa. Jemi mbledhur sot në zemër të qytetit për të zbuluar tema nga më të ndryshme për popullin shqiptar. Sot do të ndalojmë njerëzit dhe do t'i bëjmë pyetje nga më të ndryshmet. Tema të ndryshme interesante. Do qeshni, do qani, mjafton të na ndiqni. Ne jemi gati. Let's Go! go! Ne vim nga Albana Osmani Production. Thjesht kemi një pyetësor me qytetarët në lidhje me shoferët. Kush është më i kujdesshëm në timon, burrat apo gratë? Ma si po dhe nuk e marrë vesh, unë citove, fole shumë shpejt. Okej, po ta them ngadalë. Kush janë shoferët më të zotë në Shqipëri? Femrat apo meshkujt? Unë mu them që janë meshkujt, më të zotë. Sepse Ti thua se janë meshkujt. Okej. Po a janë meshkujt më të nxituar në trafik, në semafor? Normal që po. E po si janë më të mirë pastaj? Pse janë më të mirë? Janë më shumë, edhe femrat në Shqipëri jashtë vonë një fjalë. Nuk janë aq të konsideruara sa duhet të ishin për meshkujt, se Okej, jam dakord me këtë pjesë. Po kush i zbaton më shumë rregullat? vajzat, femrat i zbatojnë më shumë. Kush nervozohet më shumë? Në trafik po flasim? Njësoj, po gocat më shumë gratë, femrat. Nervozojnë gratë më shumë thua ti, edhe shajnë qik më shumë se çunat. Edhe çunat, po edhe çunat, po baret pastaj kush më shumë i llastuar. Se te llastimi varet. Ai Do me thënë që jam më llastuar, s'duhet marr fare pa. ti e vajzë mirë, je urdhë duke se urdhë. Faleminderit. Përshëndetje, ne jemi nga Albana Osmani Production dhe duke qenë se duke një qift shumë cute, unë doja të pyesja juve, cili është sekreti për një dashuri që zgjat me dekada? Të lufton çdo ditë. Ju e keni një përgjigje? Patjetër, përshëndetje. Ne jemi nga Albania Roskaj. Qelës nuk ka, qelësin e krijon vet. Dyert jap vet dhe suksese. Ju vetë jeni të martuar? Jemi divorcuar. Cili ishte problemi që ju shkua deri në divorc? Nuk më pëlqeu. Vetëm kaq? Veç pak. Sa vite keni ju që jeni në marrëdhënie? 40 vite, 40 vite. Sa fëmijë keni nga kjo marrëdhënia juaj? Tre copë. A jeni ju të lumtur me njëri tjetrin? Patjetër që jemi të Cili është sekreti për një dashuri që zgjat me dekada? mjafton Po? të jemi të sinqert me njëri tjetrin, kaq. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Ju mirë? Mirë, faleminderit. Po, Ne s'kemi jemi nga të- Albana Osmani Production Po. dhe dëshirojmë t'ju bëjmë juve disa pyetje. Po të ja miku, jo. Hajde më këtu, hajde këtu më. Hajde më këtu se S'ka gjë. Atëherë, a besoni ju tek dashuria me shikim të parë? ja, bashkëkim parë, jo. Duhet të heci me tren deri në Durrës, Po? pastaj e vendosi në batkuan time. Çfarë kemi patur? Po tregoni pak për eksperiencën tuaj. Tash vetëm të nxjerr